Arbenita Ismaili surprizon ndjekësit me një paralajmërim të madh për vitin 2026. Modelja dhe influencuesja Arbenita Ismaili ka ndarë me publiku një plan të ri që ka zgjuar me njëherë kurreshtin e ndjekësve të saj. Nëpërmjet një postimi në Instastory, Arbenita publikoi një video ku i drejtohet drejt për drejt fansave me një pyetje të thjeshtë, por domethënëse: "Çfarë do të dëshironit ju?" Në të njëjtin postim, modelja bëri të ditur se ka ndërmend të nisë një profil aktiv në TikTok gjatë vitit 2026. Ajo shpjegoi se përmbajtja do të fokusohet në jetën e saj të përditshme, aktivitetet dhe rutina personale, punën profesionale, blerjet dhe pasionin për modën. Ky paralajmërim tregon se Arbenita po mendon të afrohet edhe më shumë me ndjekësit e saj, duke u ofruar atyre një anë më intime dhe të sinqertë të jetës së saj për te imazheve glamuroze në Instagram. Duke pyetur fansat se çfarë do të dëshironin të shihnin në përmbajtjen e saj, Arbenita le të kuptohet se dëshiron të ndërtojë një raport më të drejtpërdrejtë dhe interaktiv me publikun. Përveç të qenit një model profesionist, ajo duket se është e vendosur të eksplorojë edhe dimensionin e content kreator. Me këtë hap, Arbenita Ismaili pritet të zgjerojë më tej ndikimin e saj në rrjetet sociale dhe të sjellë një qasje të re për fansat që e ndjekin me vite. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.